Sleep apnea, kur ndaloni frymëmarrjen gjatë gjumit pa e ditur. A zgjoheni të lodhur edhe pse keni fjetur 8 orë? A ju thonë se gërhisni fort ose se ndaloni frymëmarrjen për disa sekonda gjatë natës? Mund të bëhet fjalë për sleep apnea, apnea obstruktive e gjumit, një çrregullim i zakonshëm, por shpesh i pa diagnostikuar. Po, çfarë është sleep apnea? Sleep apnea është një gjendje ku frymëmarrja ndalon ose zvoglohet për disa sekonda gjatë gjumit, sepse rrugët e frymëmarrjes bllokohen pjesërisht ose plotësisht. Këto episode mund të përsëriten dhjetra apo edhe qindra herë gjatë natës. Pse ndodh? Shkaqet më të shpeshta janë mbipesha ose obeziteti, relaksimi i tepërt i muskujve të fytit gjatë gjumit, bajame të zmadhuara ose pengesa në hund, më i shpeshtë tek meshkujt dhe me rritjen e moshës, predispozita familjare, alkooli dhe qetësuesit para gjumit, të cilët relaksojnë më shumë muskujt e rrugëve të frymëmarrjes. Simptomat: gërhitje e fortë, ndalime të frymëmarrjes të vërejtura nga partneri, zgjime me ndjenjë mbytjeje ose mungese ajri, përgjumje gjatë ditës, dhimbje koke në mëngjes, vështirësi në përqendrim dhe kujtesë. Pse është e rrezikshme? Nëse nuk trajtohet, sleep apnea rrit rrezikun për hipertension, infarkt dhe goditje në tru, çrregullime të ritmit të zemrës, diabet tip 2, aksidente nga përgjumja gjatë drejtimit të automjetit. Si diagnostikohet? Diagnoza vendoset me një ekzaminim të quajtur polisomnografi, sleep study, i cili regjistron frymëmarrjen, oksigjenin dhe aktivitetin gjatë gjumit. Si trajtohet? Humbja e peshës tek personat mbi peshë, fjetja në anë, jo në shpinë, shmangja e alkoolit dhe qetësuesve para gjumit, trajtimi i bllokimit të hundës nëse është i pranishëm. Pajisja CPAP, e cila mban rrugët e frymëmarrjes të hapura gjatë gjumit dhe është trajtimi standard për format mesatare dhe të rënda. Në raste të caktuara, aparate dentare ose ndërhyrje kirurgjikale mund të jenë të dobishme. Mesazhi i Barmed: gërhitja e fortë nuk është gjithmonë e padëmshme. Nëse shoqërohet me ndalime të frymëmarrjes, përgjumje gjatë ditës ose lodhje kronike, konsultohuni me mjekun. Diagnostikimi dhe trajtimi në kohë mund të përmirësojnë cilësinë e gjumit dhe të ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe komplikacioneve të tjera.